Kryesia e Bashkësisë Islame e Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot me 12/07/2020, duke u nisur nga parimi islam se ruajtja e shëndetit dhe mbrojtja e jetës së njeriut është nga objektivat kryesore të fesë islame, dhe duke vlerësuar gjendjen e rritjes enorme të infektuarve nga virusi COVID-19 në vendin tonë, pas diskutimeve morri këto vendime. 1. Pezullimin e të gjitha aktiviteteve fetare në të gjitha xhamitë e Kosovës, sikur janë ligjëratat e tribunat fetare. 2. Pezullimin e mësimbesimit dhe shkollës verore në për të gjitha xhamitë e Kosovës. 3. Obligohen imamet të kujdesen për mbajtjen e distancës fizike të besimtarëve brenda xhamive. 4. Kufizimin e faljes në ambiente të mbyllura të xhamisë jo më shumë se 50 persona. 5. Shenjëzimin e vendfaljeve brenda xhamive për shkak të distancës. 6. Pezullimin e manifestimeve fetare. 7. Ndalimin e pjesëmarrjes së imamëve në të pame. 8. Shkurtimin e hutbes së xhumas në 10 minuta. 9. Falja e xhumas nga 2 herë në xhamitë qendrore sipas nevojës. Besimtarët obligohen që të mbajnë maska gjatë faljes në xhami, të përdorin sexhadet e tyre personale, të përdorin dezinfektuesit me rastin e ardhjes në xhami, të moshuarit mbi moshën 65 vjeçare të falen në shtëpi, të rinjt në moshën 16 vjeçare të falen në shtëpi, të smurit me smundje kronike të falen në shtëpi. Kryesia e Bashkisë Islame e Republikës së Kosovës, sikur edhe deri më tani, është e përkushtuar të bashkëpunojë ngushtë me të gjitha institucionet kompetente të vendit për të ruajtur shëndetin publik të qytetarëve, por njëkohësisht ftojmë institucionet kompetente të vendit të mos të nguten në marrjen e vendimit për mbylljen e objekteve fetare. Në këtë rast xhamive, sepse konsiderojmë se vendimet dhe masat e marra nga ne janë të mjaftueshme për luftimin e pandemisë në këtë fazë. Po ashtu, ftojmë besimtarët që të përmbahen në përpikëri të gjitha vendimeve dhe rekomandimeve të dalë nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës me qëllim të parandalimit të përhapjes së virusit. Falenderojmë të gjithë besimtarët për mirëkuptimin dhe kontributin e tyre në përballje me pandeminë dhe ruajtjen e shëndetit. Lutim Zotin fuqiplot që me mëshirën e tij të pakufishme sa më parë të largojë këtë epidemi nga mesi jonë dhe bota mbar të jetojë në paqe e qetësi.